Okej. Atëherë tani mund të fillojmë me grupin dritoria. Mund të fillojmë pyetje kush ka në përgjithësi. Unë e bëni pyetje. Kush e ka Ferdi, po? Po. Njëna prej mantrave që kena mësu, ajo që ne zotrojmë është trupi jonë. Po. E tu e lexu librin e Prashant Trivedit, aty të vëmendja u po një pjesë që shumica besojnë që ajo që zotrojnë është trupi, makinat, emocionet, po aty shkruaj që ajo që ne zotrojmë është vëmendja. E tash nuk e di ta cila është e saktë. Vëmendja dhe trupi, por vëmendja do thot ku e vendos syt ti, çfarë dëgjon, çfarë shikon, do shikosh një mal të bukur në natyrë apo do dëgjosh lajme të këqija. Pra, por prap lidhet me trupin. Trupi është ajo që zotërojnë. Por në fakt edhe trupin e kemi me qira, si thuar, sepse është pjesë e tokës, i takon më shumë tokës. Ka 5 elementet e natyrës, por trupi kur mbaron, vdes, i kthehet tokës. Pra, e kemi me qira kur jemi gjallë. Do me thonë, a mund me thonë a mondën që na ke mësu, a me po është vëmendja, cilën? Të dyja janë vëmendja dhe trupi, okay? Por si fillestar, unë mendoj të thuash për trupin, sepse vetëm atë ke në dorë. Lidhet dhe vëmendjen, pra ku i përdor syt, ku i përdor shisat e tua. Vëmendja do të thotë, ku ti e vë mendjen? Po mendja drejtohet në shisat. Mendja drejtohet në shisat. Duhet të përshëndrohet tek Zoti, atë vëmendja është kryesore, atë ajo duhet të përshëndrohet tek hyjnia. Atë shumë mirë kone sharume kështu. Faleminderit. Patjetër. Përqendrohet pra tek hyjnoria, tek gjërat e vërteta, dhe jo tek budallalliqet, po. Për shembull ka njerëz që trupin e tyre nuk kujdesen për trupin, sepse nuk e dinë që vetëm trupin ka në dorë, zotërojnë dhe e përdorin për gjëra jo të rëndësishme dhe e harxojnë këtë kohën e çmuar që njeriu ka, pra që ka trupin. Dhe po ta harxosh, nuk e di që si ta përdorësh, atëherë në jetën tjetër na jepet një trup më i keq se ky që kemi tani. Për ka pasoja se si e përdorim trupin. Dhe trupi është e vetmja fuqi, pra gjëra që neve kemi në dorë për të evoluar në shpirt. Po? Në rregull? Tjetër. Kush ka pyetje? Grupi Ditoria. Po, Beram? Masës po full kërkosh, edhe peshe që ka shumë pak persona. Po pra nga që s'kan ardhur sot gjithë, prandaj mungojnë disa veta. Kam një pyetje, po shumë pak, nashta për ato grupet ma të larta. Do të tregoj unë se si futesh te grupet pak më të avancuara. Po, pyetja është pak e rëndë. Pyetja është Se çfarë kemi përballuar? Pyetja është çka ndodh nëse shembull trupi jon apo shpirti nuk krijon pasardhës. Nashta po më kupton çka do të thonë. Nuk bën fëmijë, nuk fëmijë edhe dohon ai ndron një jetë pa krijuar fëmijë, çka ndodh me shpirtin e tij? A mund të evoloj shumë më lart apo nuk mund të evoloj? Shiko, edhe nëse bën fëmijë dhe nuk bën fëmijë, nuk ka rëndësi evolujimi i shpirtit fare. Okej, s'ka lidhje. S'ka lidhje fare, ti mund të kesh 20 fëmijë dhe nuk do të thotë që ti po evolon, se i ke dhënë tokës 20 fëmijë. Mund të kesh dhënë 20 fëmijë, domethënë që degradojnë dhe ke bërë jo një shërbim, po një gjë jo të mirë në fakt. 20 fëmijë, 20 pasardhës. Ose mund të dhe thjesht ose mund t'i mësosh atyreve pasardhësve gjërat e vërteta. Përse një prind kur i sjell fëmijët dhe nuk i mëson, nuk i edukon si duhet sillen, çfarë është kjo bota këtu? Atëherë ke sjell brenda një matriksi. Nuk i ke bërë një nder, i ke bërë një çnder. Kurse, në qoftë se nuk bëjnë fëmijë, për shembull zëm ka njerëz që zgjedhin të mos bëjnë fëmijë, atëherë dhe vdes, domethënë, edhe kjo nuk është ndonjë gjë. Kush e di se çfarë. Nuk do të thotë kjo që do evolosh ose nuk do evolosh.
Në qoftë se nuk e bërë fëmijë dhe ke argjuar kohën e zëm për evoluimin e vetes, për hapjen e çakrave, për hapjen e syrit tret, sidomos juve meshkujt, domethënë për lartësimin e vetes, edhe me fëmijë dhe pa fëmijë, atëherë do evoluosh. Do nuk Nuk kry ka për një lidhje gjë. fare. Se kom dëgju që shembull, nëse s'kren ti fëmijë këtë botë, do më thonë ti mo nuk rikthehesh në tokë. Jo, nuk ka Pasi lidhje fare. është e Nuk ka lidhje vërtetë ajo. fare. Jo, nuk ka lidhje fare. Evolimi varet vetëm nga karmat, nga krymjet, pra nga veprimet që bën. Nëse bën veprimet e dura me fëmijë pa fëmijë, veprimet e dura evolon. Nëse nuk i kryen veprimet e dura me fëmijë pa fëmijë, atëherë nuk evolon. A Greta po? Greta? Pastaj Suzi. Përshëndetje Afrodita. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithë dhe një herë shumë faleminderit për këtë mësime shumë të vlefshme, me thënë drejtën, kur njeriu i kupton që ndërzohet dhe vepron ashtu siç na ke këshilluar ti, është dorë me nikur i thonë. Ndodhin gjonat edhe jam me vërtet shumë mirënjohëse. Unë kisha një pyetje në lidhje me integrimin e mantrave në praktikën tonë të përditshme për të arritur një qëndërzim më të thellë. Unë ç'a bëj për shembull? E kam nisë në këtë lloj rutine në mëngjes apo zgjohem, mundohem të bëj gjithë ato që na keni dhënë, domethënë nga fillimi deri në fund. Fal. Është mirë për shembull që ti bëj kështu siç i bëj unë gjithë për një herë, apo ku diun një pjesë në mëngjes, një pjesë në drekë, duke mos pas shumë kohë në dispozicion. Atëherë sa më shumë, nëse i bën dot gjitha, bëj gjitha, aq më mirë për ty. Sa më shumë të themi, aq më mirë është. Por sigurisht, edhe për shembull ti do ikësh në punë, edhe ku diun në makinë duke dhënë, ose kur je duke shkuar për punë, ose edhe kur je në punë, të paktën aty mund të mbash 1 ose 2 mantra mbaj në gojë, se thua përshpëriti gjatë gjithë kohës dhe ruan qëndërzimin edhe kur je në punë, edhe kur je domethënë kontakt me njerëz të tjerë, me kolegët apo ku diun, ose në aktivitete të tjera ditësore. Pra ka mënyra edhe për aty. Ose kur je në makinë mund t'i përsërisësh, nëse je vetëm, mund t'i përsërisësh mantrat. Nuk ke nevojë të thuash të gjitha kur je duke lëvizur kështu, 1, 2, 3. Ato që të pëlqen më shumë, për shembull, mund ta përsërisësh. Okej. Ato në lidhje me natyrën, edhe i kujtoj kështu si vjersh, edhe më vjen ti them, me thënë të drejtën kështu në çdo moment të ditës. Shumë mirë, po të vjen të them thuaj atëherë. Aq më shumë rriten vibracionet. Faleminderit, shumë faleminderit. Është kënaqësi. Pyetje tjetër, Suzi? Jena dishmitar pasaj që këna në përditshmëri familje shumë të lumtune dhe familje shumë fatkeke. Për shembull, jo vdesin fëmijët në për aksidente, kanë ekonomi dobët, dikush ka shumë ekonomi të nartë, nuk shef kur fatkeqësi familje. Është karma apo? Karma është, po. Çdo gjë është karma. Karma. Edhe te fëmija godet? Edhe një fëmijë që lind në një familje, nuk është rastësi, dhe ai ka karmat e veta nga jeta e kaluar. Dhe i përshtatet vibracionit të asaj familje ku lind, për shembull. Në rregull? Sigurisht, tani mund të jetë dhe karma, po themi në përgjithësi, por rrethanat e jetës, domethënë i bëjnë planetët në bazë të karmave tona që kemi. Asgjë nuk është rastësi. Por edhe njerëzit që mund të kenë një gjendje, një jetë ku diun makabër, të keqe fare ose me fatkeqësira, çdo njeri po të bëj veprimet e dura tek e tanishmja mund t'i rregullojë ato. Mund t'i heqë, mund t'i zhduki karmat e këqija nëpërmjet veprimeve që bën tani. E tana tek e tanishmja, të paktën filloj ta thot këtë, gjërat do i rregullohen automatikisht. Për shembull, sot kemi shumë familje që merren me punë të paligjshme siç droga, njëra tjetra dhe kanë një ekonomi të lartë, ku shkon më dhe punë i kanë. Po tani i kanë punë për të rrezitur. Po ç'na duhet ne të bëjmë çfarë duan aman. Jo, isha me thënë, si ka familje shumë të ndershme, po janë fukarallëk edhe
di tash. Edhe këta që merren me drogë ose bëjnë ku diun gjëra ose vrasin ose ku diun dhe ata do i shlyen më vonë, mos ki merak. Asgjë nuk është rastësi, çdo gjë është ekuilibër sepse universi ka inteligjencë, i llogarit të gjitha. Sido që tjetë, dhe ata që janë ku diun të mirë apo që nuk sillen mirë ose që sillen ashtu, për të gjithë mund të bëjnë veprimet e duhura tek e tanishmja dhe ta shlyen dhe të kenë pra fillojnë një jetë më me mbarësi. Pa fatkeqësira dhe këto gjërat negative. Në rregull? Prindi lën ballë fëmijë. Urdhon? Prindi lën ballë fëmijës, për shembull, një mëkat që mund ta kenë ba prindi i ka lënë fëmijës. Jo. Çdo njeri ka karmat e veta. Unë nuk mund të paguaj karmat e gjyshit apo gjyshes time apo prindit. Unë do kem të vetat, gjithë secili ka të vetat. Nuk kalojnë karmat e mia sepse unë jam një qenie. Është një mantra që e fillojmë së bashku apo jo? Kur e përsërisim në ndihmon, shumë të kuptojmë që ai është një qenie, ka karmat e veta, unë jam një qenie, qoftë babë, birë, nuse, gru, vjerë etj. Mirë? Atëherë fëmijët që vdesin në aksident e kështu vinë, i kanë karmat nga një jetë tjetër. Po. Okej, faleminderit. Asgjë nuk është rastësi. Rregull? Por edhe një njeri që mund të ketë karmat më të këqija, si thuash, mund të ketë akumuluar shumë karma të këqija, mundet pra të kryejë veprime tek e tanishmja dhe për të përmirësuar të ardhmen, sepse ardhmja nuk është e caktuar. Nuk është se njeri vuan tani për shembull dhe do vuaj gjithë jetën ose do vuaj gjithmonë. Mund ta heqi vuajtjen. Pikërisht prandaj bëhet meditimi, për shembull këtu te Lotus Ocean, të mësojmë cilat janë veprimet e dura për të bërë tani, për ta ndryshuar të gjithë rrjedhën e karmave të këqija që mund të kemi ndërtuar në shumë jetë. Më vjen mendje ka mantra karmike, pasojat e veprimeve të mia do më ndodhin vetëm mua dhe jo të tjerëve. Kjo më bën me kuptu që nuk i marr ato prindërve të mi, gjyshërve të mi. Pikërisht. Prandaj, e që sa ndihmon kur i përsërisim mantrat, atëherë ato mantrat në fakt që kemi mësuar së bashku japin përgjigje të shumë pyetjeve. Po. Që mund t'i kemi, mund t'na lindin. Edhe kur i përsërit të futet në vetdije dhe automatikisht vetdija të përgjigjet, qoftë jo vetëm tani, por edhe në situata të ndryshme të jetës, edhe atëherë do thotë që ti ke fituar pra inteligjencë. Më falni, soni kisha shënuar ca pyetje. Unë më tepër për elementet e natyrës. A ka ndonjë mantër të veçantë që për secilin element që na lejon, por na ndihmon edhe më tepër që ndërzimin me atë lloj elementi si natyrë ashtu si dhe tek ne, duke thënë që ne kemi thënë i kemi të 5 elementet në trupin tonë? Po, domethënë për sa gjithë mantrat që ne themi janë të vërteta pa kohë apo jo. Edhe thjesht elementi është elementar, është i fuqishëm. Edhe kë, në rregull. Dhe ja vën rëndësinë të gjithë elementëve, të 5 elementëve, apo jo, tokë, ujë, ajër, zjarr, qiell. Elementi është elementar. Dhe domethënë për uljen ndaj më të lartë të hyjnorit automatikisht, pra, për uljen ndaj elementëve të natyrës, më të lartë të hyjnores. Dhe elementet e natyrës që sapo sqaruan pra janë perëndit apo dikush i quan gjysmë perëndit. Perëndia e qiellit, perëndesha e qiellit, Aditi, perëndia e zjarrit, Agni, e vetë të gjithë. Indra. Indra ose Zeusi. Domethënë, kur thua këto mantra që kemi mësuar së bashku, automatikisht lidhesh me elementet e natyrës. Sepse zëri lidhet direkt me elementet e natyrës. Zëri depërton të gjithë. Ujin, ajrin, qiellin, pra tingullin, të 5 shqisat, domethënë të dëgjuarit, të shikuarit, të nuhaturit, të folurit, të shijuarit dhe të prekurit. Zëri, zjarri, është një shprehje shumë e bukur në shqip. Sepse kur neve ham ushqimet e dura nëpërmjet gojës apo jo, shkon ushqimi në stomak dhe krijohet ai zjarri që na jep energji për të folur, për të thënë zërin, edhe ai zjat, pra thuhet që zjarri djeg,
Zjarri djeg, po zjarri në këtë kuptim djeg edhe karma të këqija, që po bisedonim. Apo jo, me Suzin? Pikërisht. Do të thënë, elementet e natyrës, të gjithë mantrat lidhesh me elementet e natyrës, sepse i kemi kudo. Dhe brenda dhomës, për shkakun që jemi tani, ajrin e ke, që merr frymë. Do të thënë, kudo janë 5 elementet e natyrës. Na dëgjojnë gjithkohës. Dhe regjistrojnë gjërat që themi. Prandaj kur i themi mantrat i përsërisim, jo vetëm që futet në vetdijen tonë, po edhe ndikon tek elementet e natyrës që i ka afër teje. Prandaj edhe ato përgjigjen, për shembull kur Piti flet, që flet gjithmonë nga qendra e gojës, dali Riberi, afër atit, qielli ndryshon, do të thënë elementet e natyrës përgjigjen, sepse janë gjallë, është fuqi, është forcë. Mund të bëj një pyetje tani? Po, Rori? Atëherë, tek libri i Prashant i vetë thuhet që kur bashkëtesa me një njeri të nivelit me nivel energjie të ulët, apo kryer marrëdhënies relacionin kështu, ndikon negativisht, domos tek femra. Po mirë, çiftet që janë martuar dhe çdo disbalanca si bëhet? Po të gjithë martuar dhe s'do i ndajmë që Jo, lidh pyetje, domethënë çfarë do të bëjmë? Që të normalizojnë këto, nuk tham që do të ndajmë. Prandaj ishte pyetja. Po, pikërisht. Atëherë ata që kanë bërë pra marrëdhëniet e që domethënë shumica janë të lidhur, mund të jetë ose femra ose mashkulli, pra nuk është qenie e lartë, sepse idealja është sigurisht në marrëdhënie qenie e lartë dhe një qenie që lidhet me këtë të lartë që të rritet dhe për vete, pra të rritet, të evolojë. Tani në rastin kur shumica e marrëdhënieve nuk kemi ndonjë qenie të lartë dhe energjia kalon nga mashkulli tek femra, përgjithësi. Pra idealja është që sigurisht mashkulli, domethënë, siç folim dhe me Bajramin, pra të kalojë jetën e tij duke gjetur të vërtetën, duke punuar me veten, dhe që dhe femrën që do lidhet ta zgjojë nga vdekja, quhet, ata i quajnë. Pra nëse ai del nga matriksi, edhe femra me cilën ai lidhet automatikisht ajo do të dalë nga matriksi, sepse do bëj domethënë do i mësoj nga ai. Tani kur nuk kemi këto gjëra marrëdhënie të tilla, sepse në epokën Kaliuk, domethënë njerëzit nuk kanë dituri për çfarë është mashkulli i vërtet, çfarë është femra e vërtet, domethënë dituri vedike, dituri hynore dhe praktike. Atëherë në çfarë lloj situate që të kemi, çfarë lloj marrëdhënie, gjithë secili, qoftë femër apo mashkull, duhet punojë me veten e vet, që të normalizoj këtë që theti, të balancoj. Okej? Qëndrëzimi, ngrënia e ushqimeve të dhura, vegetariane, mundësisht, e folura në qendrën e gojës, të mësoj diturinë e vërtet, çfarë është e vërteta. Lidhje me natyrën, tokëzimi, gjithë këto gjërat janë bazë. Pastaj ka dhe më shumë gjëra nëse duan të evolojnë. Në rregull? Kjo ishte përgjigje? Po, shumë faleminderit. Mirënjohje. Kënaqësi. Pra për gjithë njerëzit është evolimi, mashkull, femër. Mua më kanë ardhur shumë mesazhe në fakt kur bëra atë videon që u bë virale për çfarë duhet të di një femër para se të lidhet. Po tani nuk e dim, kështu që koha kalon. Ose dhe çfarë duhet të di një mashkull para se të lidhet. Ka shumë. Është dituri. Tani nëse çiftet kanë 20 apo 30 vite të lidhur, apo 15-16, flasim për këto lidhje, domethënë. Femra apo mashkull, më të punojë me veten dhe lidhet automatikisht energjia. Po. Mund punojnë dhe të dy njëkohësisht me veten, absolutisht. Po nëse partneri nuk pranon dhe nuk i beson fare këto gjëra, atëherë pastaj kemi dhe situata të tilla plot. Sigurisht kemi. Por çdo njeri, edhe pse nuk partneri apo këto gjërat nuk janë dakord, këto gjëra të tjera, do që të jetë, gjithë secili duhet kujdeset për veten e vet, duhet kuptojë pra që është një qenie. Okej? Dhe
nuk ka nevojë që ti bëj presion partnerit që ti bëj të njëjtat gjëra. Pra, qëndërzimin ose disiplinën e vetes, thjesht ta bëj për vete, sepse domethënë është një qenie dhe do të ketë një të ardhme. Dhe veprimet që do bëj ajo qenia, qoftë mashkull apo femër, do t'i ndikojnë në jetën e tij edhe pas vdekjes. Pra, domethënë çdo njeri duhet kujdeset për veten. Në çfarë do lloj marrëdhënie partneri apo partneri që mund të kemi. Me dëshirë që kanë qejf të volojnë apo jo, sepse jemi në situata të ndryshme apo jo. Gjithë secili duhet kujdeset për veten. Kjo është. Një pyetje apo? Po Bajram? Koleg kryene. Shembull, fal. Po, Qysh e gjon ti, për shembull, jo ti, po për shembull unë, qysh po më gjithë femrën e partnere? duhur, Më gjej ideale. në nusën aty tani? Shembull, jo, po du më gjithë nuse, për shembull. Po? A ke bërë një pyetje të mirë? Shiko, meshkujt, mashkulli është përgjegjës për të hapur çakrat i pari, domethënë kryesor jam, në fakt. Meqense energjia kalon nga mashkulli tek femra, mashkulli është, si thua, përgjegjës më tepër. Që kur është i vogël. Do të punoj që t'i japi çakrat, domethënë shumë derisa të hapi dhe syrin e tretë e këto gjëra. E ka përgjegjësinë. Në çfarë do lloj moshe mund të filloj, okay? Dhe në qoftë se ky mashkull arrin këtë gjën, atëre ajo femra një femër e zgjuar automatikisht, domethënë, një mashkull që është i tillë, domethënë, një femër do e dëshironte sigurisht, sepse do ta mësoj se si bëhet kjo gjë, si hapen çakrat ose si arrihet dalja nga matriksi, gjithë këto gjërat, okay? Por meshkujt ditët e sotme nuk ndodh kjo gjë, sepse nuk kanë dituri. Pra është idealja. Por dhe meshkujt domethënë kanë çakrat e këto, kurse konstrukti i femrës, i energjive të femrës nuk është i njëjtë si i meshkujve me çakrat dhe këto gjërat. Dhe ka dhe shumë keq kuptim edhe për këtë në fakt. Në gjithë këto aktivitetet spirituale, sidomos në Shqipëri, po edhe në vendet të huaja. Tani idealja është mashkulli zgjohet, pra quhet zgjimi, i hap gjitha çakrat, fiton dituri, por duhet ketë një disiplinë shumë të fortë, të madhe. Edhe atëre femra që lidhet, pra automatikisht dhe kjo e fiton këtë dituri. Por dhe femra duhet ketë një sjellje, domethënë, të dur. Që do ta ketë, sepse domethënë, cila ishte pyetja tamam? Si gjejmë një nuse apo? Po dhe nuse ose partner ose grua ideale. Dhe shpëllon se nuk është. Nëse ti punon me veten shumë, atëre bësh, domethënë, është e vërtetë, që tash do të lusin. Ku në sotit ku jetoj, mire kite. Është problem se krejt po këshyrin lekën, domethënë materialiste. Po. Tani ti i disiplinum, i ke hap krejt çakrat, a shamo çfarë makine ngos, ose Golf 4. E shta bën kështu. Domethënë nuk ja vlen tani mo lodh ti, mu mirë më femër me gjithë. Po pra, sepse është problemi dhe tek femrat, kupton? Ato nuk janë të edukuara. Sot janë të manipuluara në mendje. Femrat sot, operacionet plastike, sa lek duhet ketë ai mashkulli apo kujtun. Pra, edhe pse ai mashkulli mund të ketë gjithë lekët dhe do të japi lekët, ajo prap është duke shkuar në gjendje ferri. Okej. Domethënë, femra në ditët e sotme fatkeqësisht, pra nuk është edukuar, duhet të ishte edukuar. Kush quhet mashkulli i lartë, kush quhet mashkulli i ulët, pasojat e këtij veprimi. Domethënë, jemi në situata të ndryshme. Por në përgjithësi nuk ka edukim, duhet edukuar. Edukuar do thotë duhet ketë shkollim vedik, ta thoya më qartë. Se çfarë janë, domethënë, pasojat e zgjedhjes. Femra sot nuk di të zgjedhë. Domethënë, dhe që të zgjedhë, pra të dalloj. Për shembull në kohët e lashta, e di si bëj martesa ose lidhja? Lidhja, se martesë nuk ka ekzistuar më përpara, po të shkojmë më përpara. Në fakt dhe kur bënin fëmijë, e çonin fëmin tek një gurukul, tek një shkollë,
sa linte, ose sa fillon të tecte, edhe mësonte edukimin, qoftë gocë, qoftë çun. Në korat e lashta një vajzë, pra femra ka detyrën të zgjedhë, okay? Kurse mashkulli ka detyrën që të lartësohet, hapi dërit e syrit tret, sipas natyrës, kështu bëhet, okay? Ditët e sotme as mashkulli nuk zgjidhet, as femra nuk ditë zgjedhë, domethënë shkon shumë gabimisht. Në përgjithësi po flasim, në rregull? Për shembull, në kohët e lashta një lidhje bëj kështu. Pra femra ka detyrë të zgjedhë, ajo do të fitojë inteligjencë, dalloj. Jo, po ky është jo këtë, po këtë. Jo me prova, po të ta dalloj, domethënë kush është, okay? Se po flasim shumë hapur sot. Dhe ishte një, domethënë femra ishte dhe vini shumë meshkuj aty dhe tregonin, domethënë ishin aty që ta zgjedhë femra. Pra femra ka detyrë të zgjedhë. Dhe duhet zgjedhë me inteligjencë. Kurse mashkulli, atëherë për shkak në kohët e lashta ajo e dinte, ishte edukuar. I edukuar në kuptimin kishte dituri, dallonte kush është, ky çuni ka apo çka ka më shumë, do zgjedh këtë. Sepse atëherë është një mundësi shumë e mirë që ajo të dalë nga matriksi, kupton? Nëpërmjet energjisë së tij, meqense energjia kalon nga mashkulli tek femra. Por kjo gjë nuk ndodh dhe nuk ka ndodhur në fakt për mijëra vite. Por do filloj tani, do vip kohë vedike prap. Juve jeni me shumë fat që keni bërë qëndërzimin e këto vibracionet. Neve kemi në fakt sigurisht dhe goca shumë, por edhe meshkujt të Meditim Lotus Ocean kanë vite që kanë me mua grupet dhe janë shumë të disiplinuar. Pra ngritja e energjisë. Në rregull? A kuptove ndonjë gjë? E kuptova, po shumë mirë po të kuptoj ti krejt mirë, po te makinat e ke? Apet, jo, se kam unë të makina. Se kam s'to probleme atë. Se kur që e më makinë të keqe, atë jo, kur që më makinë më të mirë, se këm më falë. Po vazhdo. Me makinë, pa makinë, tani kështu janë gocat e disot, s'kim që t'i bëjmë. E po s'kan faj në një farë mënyrë se e shikojnë që siguri për të ardhmen e tyre, kupton? E shohin si siguri për jetesë. Por idealja pra nuk është ajo. Prandaj janë dhe në gjendje vuajtjeje. Nuk ka, është e gëzuar shumë. Apo është e gëzuar? Është e gëzuar? Nuk ka lumturi. Kërkoj falje se jena çto. Po. Desha me thënë që në përgjithësi kur kërkojnë dhe kur gjejmë duan me makinat mira me shumë lekë, kështu është një farë sigurie, duhet ka një siguri për të ardhmen e tyre. A kupton? Ajo është e vërtetë. Por edhe kur e kanë këto makinat edhe këto të mira, domethënë prap do shkojnë në gjendje të vuajtjes, sido që tjetë, sepse nuk po evolon. A më kupton? Qa kisha më thuaj? Po di mos. A këto goca që duan vetëm të makinat. E këm hup, jo, nuk e puna makinës, së problem, e këm hup shpresë se e këm po femrat që nuk dojnë qunat e mira, din ata që në sjellshëm i respektojnë, ato dojnë që më që se respektojnë, që i shkelin, që i ofendojnë, adin. Po, e kuptojnë. Tani po, mas një kohë dojnë rebelat, mas një kohë, jo une du një qunë të mirë, të sjellshëm, mas një kohë, mas e ka po që ka vujt. E kuptoj, por këto femra që zgjedhin kështu domethënë, janë duke shkuar drejt vuajtjes, sido që tjetë. Okay? Prandaj nuk ka lumturi. Lumturia është në radhë parë dhe femra të edukohet, të di çfarë duhet të zgjedhë, por të merret me vetë në vetë mirë. Të di që është një qenie dhe çdo veprim ka një pasojë. Për gjithë qeniet, për njerëzit që janë çuna, goca, për gjithë njerë. Por idealja është në këtë mënyrë që tham. Po, Suzi? Në këtë rast për shembull, pasoja është ajo makina mirë, mund të jenë vleme parë të pista, i dalin probleme më rapa. Po thuj asaj. Nuk të dëgjojnë. Dhe është e vërtet, pra nuk ka shkollim dhe nuk ka vetëdije.
domethënë nuk ka vetdije. Tani edhe nuk është vetëm ajo, po është një bombardim shumë i madh manipulim mendor. Për shembull në Instagram ose gjithë këto goca duhet kenë patjetër, duhet dukesh në një farë mënyrë, TikTok. duhet kesh këtë, pra është presion mendor për femrat ditët e sotme. Edhe meshkujt kanë filluar, domethënë, se po pak thellë tani, kur s'merren me veten, ke parasysh, do duan dhe ato gjëra artificiale. Kupton? Pra në vend që të bëjmë këto gëzimin dhe femra të bëhet si toka, sepse një femër pra duhet ketë, ose si hëna, hëna është rrumbullakët. Është rrumbullakët hëna? Gjiri simbolizon gjithashtu hënën. Domethënë, në qoftë se një femër bën të gëzimin, fillon të hanë ushqimet e dura, të lidhet me tokën, feminiteti i saj do rritet më shumë. Okej, kurse parimi mashkullor për shembull është dielli ose shiv quhet mashkulli, domethënë ideal, domethënë si parim, okay? Po, Greta? Më falë se po dal nga tema tani, më kujtu, kam dash me ta pyet deri në fillim me thonë të drejtën, përdorimin e varseve të arit, e kështu gjëra si ndikojnë në këtë lloj Po, floriri nuk është shëndërzimin. keq, s'është problem. Ka njerëz që përdorin kristale dhe këto gjërat unë nuk i këshilloj kristalet. Floriri është pak më i balancuar se sa Ne me thonë të drejtën e kemi kështu me tradi që ja këte, kur jam martu, këtë nga mami, këtë nga babi, edhe kupton ka raste që nuk e heq asnjëherë. Edhe prandaj nuk është ndonjë gjë, nuk është floriri është okay, nuk është aq keq, por domethënë varsa është me shkreta. Ke peshë në fyt. Okej, floriri nuk është në gjë e keqe, por kristalet unë nuk i këshilloj që ti marrin njerëzit, sepse ka shumë astrolog Shqipëri tani ku diun janë bërë gjithë me kristal, vesh këtë kristal, me këtë kristal ose ri me këtë kristalin. Nuk duan të marrin kristalet, sepse kristalet kanë energji dhe kanë energji të ndryshme planetare, për shembull, marrësh një kristal me ngjyrë jeshile, të rrit shumë energjinë mërkuriane, por ti mund ta kesh në horoskopin tënd energjinë mërkuriane shumë të madhe. Edhe fut dhe një kristal, bëhet shumë i madh, ha probleme. Ose ke një gjë tulët dhe merr këtë ngjyrën, domethënë do të kenë nuk i këshilloj fare të marrin kristale për shembull në shtëpirat e tyre. Ose në farsë ose këto. Kurse floriri është pak më kanë kristale për manifestime, po janë mashtrime, nuk i këshilloj. Si që janë edhe për shembull ritualet e hënës që bëjnë atë ujin e hënës që e lejnë gjithë natën. Më janë duk gjithmonë kështu pralla me mret. Pralla me mret janë. Nuk është mirë sepse po të thuash këto që marrin kur është hëna e plot ose këto bëjnë rituale, se kështu mësojnë nga të tjerët edhe gabim, kur mëson gabim, mëson edhe të tjerët gabim. Nuk është mirë sepse po të pishti atë ujin dhe thua unë dua të bëj këtë, të manifestoj këtë. Atëherë është ke qenie të tjera që mund të vinë dhe të shfrytëzojnë këtë rastin, dhe si të bësh një marrëveshje me një qenie të padukshme, nuk është mirë fare. Këto nuk e dinë çfarë po bëjnë. Nuk e kanë logjik fare. Më mirë thua të vërtetat pa kohë, rrit vibracionet e tua dhe gjërat që dëshiron do manifestojnë sido që të jetë. Okej? Po këto i duan kështu në sekond të manifestojnë gjërat. I duan të plotësoj dëshira këto që bëjnë këto rituale dhe këto rituale dhe këto gjëra nuk i këshilloj fare. Më mirë thjesht je mirënjohës, të më thuash ujtit të lumit që merr jam mirënjohës që po pi këto, po, ajo është shumë e fuqishme se po tregojnë gjë të vërtet. Kurse po të thuash unë dëshiroj që të plotësohet kjo dëshira ime apo ku diun. Jo po lekë, jo po këto gjëra, po makinën që do ja japin Bajramit. Ja, makina s'm duhet, makinën Të shtrenjtë, shumë. 100.000 euro. Makinën më me bon nesër. Jo makinë kështu kotit, mirë mëre. Po 100.000 euro makinë. Një gëloje aty, ja. Tani ti në fakt Bajram, po të vazhdosh këto këshilla që po them unë, domethënë po të bësh qëndërzimin dhe po të rrishësh vibracionet e tua. Ajo gotë që do jetë me ty domethënë. Pu. Unë kam dhe me shumë fat. Po, ashtu është, po këshora. Unë jemi qaq shpel në rabbit hole, nashta ke ndëgju për me atë Matrix, qaq shpel që mbi jem fut në rabbit hole, që unë mi sham i tërgu dikujt
ata, ose ato, më thojnë ti bodol, a unë që to temët e për kujtë si të veç për veti di. Po se do thoni është Edhe, një ngreta, kur bëjon rrugës, Po, jo, ata jo. Ata për veti e mbojnë. E shembull, jam të shku të uftu që unë me gjithë një femën, më mundu më up kua, është humbje kue, humbje energji, është nuk ja vlen. Femra duhet vi vetë, duhet vi Më vetë. disiplinu vetë, ma arrit mënyrë materialiste, mënyrë psiqike, mënyrë gjithë shka, tani kur të vjen, le të vjen. Në qoftë se ti nuk e vret mendjen shumë për këtë gjë, dhe thjesht punon me veten, do të vi dhe jo një, po do të lusin kështu. Aman, Bajram, prano. Po, unë pyshe një vit, ama shumë nuk kem të liu momentin, a kam u martu, a se jam u martu. Se kam problema që vdes, pa martu, Ti e çuniri më dha. Se gruaja, shembull, gruaja veç fol tepër. Ato që janë pa të dokume, shembull. Jo, s'po me qitë në pozitë keqe, ka lloj që janë të ndryshme. Ato mendojnë shembull kur të martohen, unë më gjithë shka më bon, i kam drejtat e barabarta, unë më të shkejt, nuk është. E për që tunë, po më duket që jeta single o ma rahat. Po i single, nuk ka rëndësi single apo pa single, rëndësi ka që ti të rrisësh nivelin e qenies tënde. Niveli i qenies tënde do të thotë qetësia, gëzimi, arritë vetë një herë. Pastaj do të arrisësh aq shumë sa që kur të lidhesh do të kesh kujdes se mund ta marrin. Po, e vërtet. Ajo femra që the ku diun. Pra, në qoftë se ti rrit vibracionet, askush nuk t'i ul dot pastaj, qoftë partnere apo dhe të familjes. Apo dhe të punës. Çdo kush. Prandaj më e mira është të punojmë me veten, të rrisim vibracionet e tona vet, pastaj do të vinë vet dhe atë gjë që kërkon. Domethënë, qoftë në formë partneresh apo të energjisë. Okej? Sepse dhe kur kemi partner, do të dinë që edhe ato janë një qenie. Edhe partneri është një qenie. Dhe në qoftë se ajo nuk do që ajo vetë të rrisi nivelin qenies, të përmirësohet, nuk do të doj as që ti të përmirësohesh. Po të më largu pëjsoj, veç degradon. Jo, mashkulli është më i fort, në qoftë se ka punuar me veten, nuk degradon. Kurse femra, në qoftë se është një femër shumë e lartë dhe është me një mashkull shumë të ulët. Okej? Kjo femra nuk ka dituri, nuk punon, nuk bën qëndërzimin, po flasim për përgjithësi tani, dhe nuk ka, domethënë, nuk ka dituri se si të arrisi veten, por është në gjendje të mirë, ku diun, familje mirë, ka le, ka punu, ka bërë mastera, po ky mashkull i ulët, në qoftë se kjo nuk punon me veten, të arrisi veten, ky mashkull do ta uli këtë automatikisht. Okej? Në qoftë se është mashkull i lartë, sigurisht arrit automatikisht, por prandaj femrat në ditët e sotme, domethënë meshkujt nuk është se i kanë shumë të lartë për të qenë sinqert tani. Prandaj duhet punojnë me veten që të rinë të evoluojnë veten, të paktën, pereqavës, paktën mos të ulen. Në fakt këtë doja të pyesja, doli vetë muhabeti që unë po punoj dhe kanjëherë them, edhe kur kam hyrë në rrugën e zhvillimit personal, kështu thoj, po e bëj unë, ndoshta po e bëj edhe për atë. Ku diun lexoja kur ishte gjumë. Po e di, kemi çfarë të bëjmë tani. Nuk për veten paktën, për veten. Por sido që ti edhe kur neve rritem, ti rritesh, i prek vibracionet e mira të tua, të çdo kujt që jetojmë ose që kemi. Qoftë fëmijë, burrë apo grua. I ndikon për mirë sigurisht. Dhe nuk të ul. Paktën nuk të ul, thotë. Jo, qoftë ti filluam i përsërit mantrat e këto asgjë s'mund të uli. Jo vetëm ajo, pas absolutisht asgjë tjetër nuk të ul dot, sepse universi është me ty, domethënë ka gjë më të fuqishme se universi? Universi natyra është më e fuqishme. Është një qenie shumë e fuqishme supreme. Mirë, u lodhët? Faleminderit. Pak. Atëherë unë këtë video e kam regjistruar.
nuk e di domethënë, për YouTube e këto gjërat, po jeq emrat paktën ose diçka vetëm zëri të dalë është okay? Apo si e keni? Ti heq apo ti lë? Kështu siç është. Si e doni juve? Sepse ndihmojmë dhe të tjerët kur na dëgjojnë. Juve gjeni WhatsApp nuk dukeni, po vetëm thjesht Berami dhe Greta, të tjerët nuk duken. Për mua është okay. Okej, rregull? Mirë. Atëre, mirënjohje për Mu ftyrën që unë të më amlusë. ftyrën, po si do gjejnë ato nuset me ato goca që do të lusin ty? Unë du nga kërrit rrjetet social mi fshiten. Për problem. E që mja bo një fata me qita, ta. Kështu që po ti tani Se je ka mundësi. me vibracione të rritura tani qa është kot. Unë i kam vibracionet e larta, po s'po du m'ja adhuru gjithë të kujt. Po atëre bëj qëndërzimin dhe nuk të merr njeri, okay? Po në fjalla se çdo gjë që postohet në YouTube do të jetë për gjithmonë, atën. Zëri s'ka problem, e ruajmë zërin, nuk ka problem. Okay, mund është vetëm zër me. Zëri nuk njeh njeriu ty zërin, sa zëri ka kështu. Zërin s'ka problem. Okay, zërin po ja lëm vetëm zërin dhe fytyrën time. Kalofshi bukur shqiptaren do flasim, do vazhdojmë në seancat e avancuara, okay? Ata që dëshirojnë, të vazhdojmë. Kalofshi bukur shqiptaren për qafime? Për qafime, shqiptaren, kalofshi bukur.